Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Vazhdojmë me lejen e Allahut azza wa jall me pjesën e mbetur të emrit të Allahut Ar-Razzaq dhe me dobit e këtij emri dhe ndikimin e tij në përmirësimin e gjendjes tonë, në ndikimin e tij në iman, në raportet tona me Allahun azza wa jall në përgjithësi. Ishëm duke përmend në pikën e fundit, në dobinë e fundit, në ligjëratën e fundit se Allahu azza wa jall është ai i cili e kontrollon rrezikun e tij dhe nuk ka mundësi askush të merr diç nga ky rrezik pa lejen e Allahut azza wa jall. Dhe në anën tjetër kënë kupton se Allahu xhallahu ala mbi vlerëson dikën mbi dikën në rrezik dhe këtë e bën në bazë të dijes së tij, urtësisë së tij dhe njohurisë së hollësishme që ka për robët e Allahut xhallahu xhelalu. Prandaj nga njëre, Allahu xhallahu ala një robi thash i jep diç, por e privon nga diç, nga mirësia e tij përballë të robit, jo nga larg asaj, nga kooperacia ose nga pamundësia me furnizu, por duke u kujdesur. Ndërsa ati që ja ka qenë dyrt, pa kontroll, do kuptim të asaj që i jep diç, por ai e prish në aspekte tjera, kjo padyshim është më tepër dhe është dënimi i Allahu xhallahu ala se që është furnizim. Prandaj Allahu xhallahu ala përmend në shumë vende në Kur'an se furnizimi i tij është me masë të caktuar dhe është me kontroll të posaçëm nga Allahu xhallahu ala, nuk derret tërësisht, por as nuk shtrëngohet tërësisht, lëshohet në bazë të asaj që Allahu xhallahu ala vendos me ardhmë tokë. Andaj edhe shiu është një furnizim i caktuar për anës Allahut azza wa jall, mirë po nganjëherë në disa vende mungon e disa vërshon më tepër. Edhe kjo është me urësitë Allahu xhallahu ala. Aty në ua pengon për diç, këtu në ua lëshon për diç tjetër. Andaj gjitha këto janë me porositë të caktuara dhe me qëllime të caktuara dhe me urtësi të caktuar që ai i cili i kupton përfiton shumë edhe nga furnizimi, por edhe nga privimi i furnizimit në aspekt caktuar. Ai që nuk e kupton, edhe derdhja e furnizimit me të mundet me e dëmtu më tepër se me i bë dobi. Sikurse thot Allahu xhallahu ala në Kur'an, në surën Al-Hijr, në ajetin 21, Allahu xhallahu ala thot: "Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum." Dhe çdo gjë që nga furnizimi që ju e keni, depot aty tek ne janë. Burimi i tij është na. Çdo gjë që ju e keni, apo wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum, dhe nuk e zbresim për vetë me sasi të njohur për neve. E din Allah saktësisht sa ka dhënë, sa don, nuk ka nevojë dikush më udhëheq kët sa po jep, sa po del, sa ka tyra, sa ka dalë, gjitha këto Allahu xhallahu ala i din dhe menaxhon vetë me gjitha këto që folëm deri më tani. Gjithashtu prej çështjeve që duhet muslimani me i kuptu dhe me i kujtu tek çështja e furnizimit është se na përmendëm më herë të ndëruar se nuk duhet me kuptu furnizimin vetëm në majdane dhe fushat posaçme. Duhet me shtrin çdo gjë që njeriu nevojitet apo. Gjithçka që ty duhet dhe të kryejmë punë këtë dunjë është rrezik. Pastaj diçka është më shumë dhe diçka është më pak, por kryesora e tërë është furnizim. Kur bie fjala për furnizimin në aspektin material, domthonë në aspektin material më tepër nuk kuptohet me pasuri materiale, por edhe shëndeti dhe fëmijët janë pasuri dhe janë furnizim. Disa njerëz dhënia që Allahu xhallahu ka dhënë fatkeqësisht u ka prish kuptimet dhe u ka prish peshorën në bazë të cilës duhet me marrë njëri se kur i ka punë mirë me Allahun xhallahu ala, kur nuk i ka punë mirë me Allahun xhallahu ala. Prandaj plot nga njerëzit e kanë shndërruar pasuninë në një lloj njësie matëse, një lloj kriteri përmes të cilit ata e masin se ai don Allah apo nuk i don Allah azza xhel. Prandaj kur nuk ka dhën, thonë Allahu po na don. Kur nuk u jep, fatkeqësisht njerëzit edhe Zoti na ka harruar. Apo prandaj kjo është një keq kuptim shumë i madh që nuk duhet me bart asnjë musliman. Emri Allah Ar-Razzaq nuk na jep këtë drejt që kështu na me komunikuar me Allahun xhallahu ala. Që në momentin kur na jep nga pasunia, të kuptojmë se Allahu xhallahu ala po na din dhe po na don. E në momentin kur nuk na jep, me siguri është dikun, a'udhu billah, nxon dikun, apo ose na ka harru, ose s'po na don larg asaj. Kjo është mendim i atyre që mohojnë Allahun azza xal. Po që fatkeqësisht funksionon tek shumë musliman dhe ka shkaktuar
që për shkak të kësaj shumë njerëz të kenë mendim të keq për Allahun xhallahu ala. Me fatkeqësisht apo edhe kjo po ndikon edhe në cilëtetin e adhurimeve tona. Njëri që ka për shkakun ka e kur i qenë punë më mirë rrezik, edhe më rahat falet edhe bën dhikr më kallaj apo në momentin kur Allahu xhallahu ala sprovon me diçka, me automatikisht kërë reflekton edhe në cilëtetin e namazit të tij e dhikrit të tij. Që më ndodh kështu. Ka si komo si bash kur ta nal po don. Se më don ta ja po të bëj zarar. Prandaj Allahu xhallahu xhelalu shikoni vetëm këtë nëse meditojmë, vallahi është i mjaftueshëm për ta rregulluar këtë defekt që njerëzimi po çalon ta. Po vu njerëzimi për këtë problemi, mjafton sqarim dhe shërim për këtë vetëm ky ajet. E mësosin për ajetet e tjera të mbetura. Në ajetin në surën Saba, në ajetin 35 deri në ajetin 37. Shikoni çfarë thot Allahu xhallahu ala. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu bimu'adhabin. Mushrikin kanë thonë, na kena më shumë parë dhe kena fëmijë, andaj na nuk dënohem në xhenem. Shikoj se kanë lidh pasunit me xhenem. Ka mënuar se edhe atje shkon puna me ngjofshëm, korruptohen, japin diçka. Çfarë mësumi ka për të punë. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan, na kena më shumë pasuni dhe më shumë fëmijë, më shumë pasardhës, ma ka lavllakim, wa ma nahnu bimu'adhabin. Andaj ne nuk dënohemi apo. Allahu xhallahu ala vazhdon më tutje në ajetin 36 Saba si kundër përgjigje, duke u thënë kul thuaju ti, përgjigju. Inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakin akthara an-nas la ya'lamun. Shikoj, çështja e rrezikut juaj nuk është e ndërlidhur me mirësinë juaj. Po ti thuaj aty se Allahu është ai i cili ja shtrin rrezikut kujt don dhe ja pakon kujt don. Andaj shtrimi i rrezikut dhe paksimi i tij është tërësisht i ndërlidhur me dëshirën e Allahut dhe urtësinë e tij. S'ka të bëjë me mirësinë e njerit. S'ka lidhje me atë mirësinë, mirësia dikun tjetër. Prandaj ajo është që limenjesha kujt don, i jap rrezik, kujt don si jap rrezik. Kjo është për ti. Mi po Allahu thot akthara an-nas. Shumica e njerëzve ja nuk e dinë, se kuptojnë këtë gjë. Pastaj Allahu xhallahu ala vazhdon me kundër përgjigje ndaj këtij mentaliteti, ndaj kësaj kulture, duke thënë wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Asnjëherë mos mendoni se amwalukum, pasuria e juaj, wa auladukum, edhe fëmijët e juaj tuqarribukum, janë ato që ju afrojnë tek ne afër. Kur pasuria stafron tek Allahu xhallahu ala, as fëmijët veç si pasuri, veç si fëmijë, illa përveç Allahu thot. Shikoj, përveç kur kjo pasuni dhe kur të fëmijë janë në kuadër të asaj që Allah thot illa men amana wa amila salihan. Nëse beson dhe bën punë mira, atëherë po, çdo pasuri që Allahu ta ka dhënë, mundesh përmes saj tek Allahu më afro. Amë pse ki? Edhe nuk bëhet kjo afrim përmes imanit, as miliarda nuk të afrin tek Allahu xhallahu ala, nga se për atij si bën përshtypje kafara. Kësë të pitijene, qëka e më për Zotin Gjellato që ti kepti? Për ty nështë e në shumë, ti kuton që me to ka shkro qelë udhë, për të ka Allah ketë udhë më qelë i kia. Ajë që më nënë se qelë udhë të ka Allah me para, il të harën këtë punë. Të Allahu qelet udha me iman, me punë mira. I një iman shumë tani me shty po, nëse i edukon fëmijët në khajrë, ata vazhdojnë me konë shpëllimi i ti dhe mas dekes, apo? Në qofë se ndihman dhe lën sadaka dhe lën hajrate, po i shkon se vapi edhe mas dekes. Po kjo gjithmonë nëse udhëheqet pe iman dhe punës mira, gjithmonë. Nëse pasuria nuk udhëheqet dhe familja nuk udhëheqet me iman, kur far do bie tek Allahu nuk ka hiç. La të mos kujto kur që ka të thënë tek Allahu xhallahu ala. Illa man amana wa amila salihan. Këta që bujnë kështu fa ulaika lahum jazaa'u ad-da'f. Këtu nuk takon shumë fishimi i shpëlimit apo. Apo këtu Allahu ja u mundson që nëse e udhëheqin pasurinë me iman edhe me punë mira, e të tillëve Allahu a mundson që shumë fish sevap me dhënë atë. Atëherë çiret mundësia shpërblimit ta, përndryshe bima amilu wa hum fil ghurufati aminun, apo Allahu xhallahu u mundson shumë fishim të shpërblimit bima amanu. Shikoj, bima amilu, në bazë ato që kanë punu, në bazë ato që kanë posedu. Shumë e qartë Allah. Bima amilu, ke punu, ke mos shpërbli, ke posedu, kjo është piteje. Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir, kujtën ja zgatë, kujtën ja ngushton. E kush me iman dhe vepra të mira, e menaxhon dhe e udhëheq dhe e përdor këtë që Allah e ka dhënë, këtë Allah thotë ju takon jazaa'u dhaf, shpëlimi shumë fishum
Dhe gjithashtu fil ghurufati aminun, këta do të jenë në dhomat e xhenetit të sigurt atë. Këtu je i sigurt atë. Në bazë të kësaj që Allah xhallahu e ka përmendur. Andaj shikoj wa ma amwalukum wala auladukum. Kur mos mëna. Andaj na duhet me e luftu këtë mentalitet. Wallahi që na është instalu edhe në fëmijë, edhe në shkollë, edhe vazhdon na imponohet mentalitet i tillë se kur ki edhe Zoti dën. Kur s'kia Zoti s'dën. Audhu billah. Kjo është formula më e dytë në botë që qarkullon mes të njerëzve. Kur ki ton don, edhe Zoti dën kur ki. Kur s'ki, kur s'dën, as Zoti s'dën. Audhu billah. Andaj sa ka pas Muhamedi sa në këtë dunjë atë? Ku ka qenë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe nuk duhet njëri me e kontrollu nivelin e imanit ti me kuletën e ti jaftën. Sa trasht kuleta edhe imanit trasht, në udhë billah. Po, duhet me u gëzu riskut në qofë se, thash, e udheq riskut me iman. Pse? Po shtot mundësia me dhonë zekat ma tepër, po shtot mundësia me ndimu ma tepër, e one fitaj ma tepër. Andaj, i gëzohet riskut nga se i mundësohet mu qel edhe një derë e harit për me përdur imanin të. Dhe me shëzu për punë mira. Në qofë se besimtarit, po ju thëmë, këtë e kam përmanë vazhdimisht, në qofë se shtimi i riskut, edhe kur thëmë shtimi i riskut nuk po thëmë me miliona, 1 euro ma shumë e fiton, veç. Dhe që kjo 1 euro nuk qel rrugë për hajrë, me fitu të Allahu është problem, vallahi ma mirë me e gjujt me herë, sëse me e majtë në gjepë për sronë e pëtën. Nga se pejgamberi s.a.s. ka arën e të shtëpia vetë, apo, edhe ka gjetë pasurit caktuar tek shtëpia e tij. Edhe ka thonë, natë konë, që me thonë, tash, natë është vonë. Ka përshka këtë angazhime që ka pasur, këthyje, ka në qëka është kjo? Ka thonë, ne ka profiloni. Familje ka hongër, ka ketë u kry. Ka thonë, kryna, qkepne. Ka një rësulla që në të kuptim, jo me orë, për kam pas shajat. Po që shtëm na, që sa sahati, ku me dalë tash me shkip halkut. A dhe kam pas një mërë caktuar të vlerësimit të kohës, ka që ku është tyre. Ka thonë, çfarë i thot Muhamedi Zotit nëse desa kjo të shtëpia e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka çfarë i thot Muhamedi Zotit vet, apo nëse vdes e kjo është tek shtëpia e tij. Për shkak se kjo ka pas mundësi me kriju një farlloj komoditetin shfrytëzim, apo që nuk përdoret për një punë të mirë. Ka s'po them se ka të bëj me halal dhe me haram, apo halal është me lënë të shtëpia, nuk është në kufit kësaj, apo. Nuk jam të fol për dispozitë juridike, halal dhe haram, po flas për një mentalitet, kulturë që musliman duhet me eduku vetën e tij në frymën e saj. Krejt çka hin në xhepin ton, krejt çka hin në shtëpinë ton, pe furnizimit mundohu me automatizëm, me e konvertu në iman e punë mira. Me herë. Çdo vonim i këtij konvertimi, kështu kushtimisht po e them. Apo mundet me të bëj probleme ato. Nga se tek Allahu xhallahu ala kimë don përgjegjësi ato. Pse kjo nuk kupton tash, domthon grumbullimin se si të madhe, po mjafton edhe diçka shumë e vogël që besoj që të gjithë e kemi, e që tjetë e mjaftueshme për të na ngarkuar me përgjegjësi para Allahut azza xhallahu. Prandaj gjithmonë të jemi të gatshëm për çdo sen që e kemi. Të jemi të gatshëm se a do të kena mundësi me i dhënë Allahut përgjigje pse. Veç kaq. Në qoftë se ja përgjigje pse, atëherë vallahi edhe për atë çka s'e ke pas, apo Allah ka më problem. Se ti më pa pas ç'është ja kishë bota. Je sikur se kategoria e dytë e ato njerëz që s'kan pas mundësi sa kan pas ambicie. Kan pas ambicie shumë më tepër. Për ambicie muslimanët me kon shumë më të mëdha se sa mundësitë e tij. Që të shpërblet në bazë të ambicit dhe të qëllimit, edhe pse mundësit nuk i ka pasur. Ama paramendo kur mundësit janë më të mëdha se ambicet. Ma shumë ka se që din çfarë më të vopta. Atë kjo bën problem, kjo bën një debalans shumë serioz në jetën e muslimanëve. Prandaj edhe është shumë e nevojshme për ne të ndëruar, që me të vërtetë të i lexojmë për jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po një ditë më kujtu në sen që edhe tash më kujtu për me thonë para juve këto.
Buhariu rahimullah kur e ka shkruar librin e tij, e ka ndonë kaptina. Apo kaptina kjo, i dini kaptina, disa për dini kena marrë në bashkë, kapton. Sikurse Kitabul Adab e kemi marrë së bashku këtu, kapton. Edhe disa kaptina tjera, kapton. Kaptina e parafundit e Sahih al-Bukharit, kapton. Kaptina e parafundit e Sahih al-Bukharit quhet Kitabu Tamanni. Libri i Tamanni është i dëshirave, kapton. Qa duhet me pas qef njërin këtë dunja, kapton. Qa po ki qef me pas? E ke po, domethënë, hajt çfarë dëshire kite? Këtë njerëzit tonë me ondra, me dëshira, me aspirata, apo subhanallah me lexu hadithe që i ka përmendur te Buhariu, dëshirat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka ka pas qef ai. Wallahi subhanallah mahnitesh apo me ato që ai ka pas qef edhe ku jemi natë. E ka qel Buhariu rahimullah librin e tij, kapitullin e tij e dëshirave, e pse kisha dëshirë që këtë kapitull më marr na me mësu. Me i po dëshirat e Muhamedit, ambicet e tij që te i kalojnë mundësitë e tij apo. Në mas të madhe, shumë më shumë ka pas dëshirë, se që ka pas mundësi me i realizuar dëshirat e tij apo. E po ku janë kon dëshirat e tij apo? Me çka janë kon të lidhën apo? Që aty edukosh me kuptuti se apo çdo mundësi që e ke apo, duhesh me pas një ambicie të gatshme që e fut në kanalin e saj apo. Nuk i lën hapësirë shejtanit apo njerëz të mbledhi tani këtu shtëpia bujmë apo. Nga se kur thush kështu apo i jap hapësirë shejtanit me qenë edhe kanale të tjera, edhe opsione të tjera që i konkurrojnë opsionin shiratik për me fitu shpëlimin apo. Andaj përgatitet tash kanalin. Peta, po s'kamën, gale. Unë në pacha në herë apo që sa të kamera apo. Çu ka po kamera sa. Andaj shpërblehesh për sa ki qef, jo për sa të kamera mundsinë apo. Shikoj çu i hap horizont edhe për jetë tjetër, jo për mundësi materiale apo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj hadith tjetër më sasoj apo për pasurinë, thotë, kisha pasur me pasur ka. Çamu më të thotë, çu me grushta me çkep apo. Ai s'e ka pas. E pa Allah ka më shpërbly apo për këtë dëshirë, e pse mundsi nuk e ka pas apo. Prandaj tash besimtari duhet që tento që Allah e ka dhënë apo para prakisht ta ketë një lloj program, një lloj projekti se buni vakja erdh ku e çon atë. Andaj edhe sahabët kanë pas kësi lloj ndajash me këtë dëshirë apo. Sigur sa Omeri apo me ata sahabët e tij që kanë të mënu, hajt ju kallzojnë çka keni qef ju. O pa që tu kon. Këtë ata çka kanë menu, i kanë qenë çtu kisha pasur mi pas që ta fisë bili laptop. Ka Omeri ti çka ke qef me pas. Omer i ka thonë radhiyallahu ti çka ke qef pas. Atë kisha pasur çik të dhom që jemi çtu nait apo me kone musht këtë me Ebu Ubejd al-Jarrah hapten. Apo Jarrah nuk klënohet ai një është. Ja ka fal zot ato. Po kisha po me pas mundsi unë smoj. Me pas mundsi këtë kisha bëu çfarë hapten. Si Ebu Ubejd al-Jarrah për mi përdor rrugt Allahut azza jalla. Andaj ku janë dëshirat tona hapten? Çka ki qef ti me pas? Jo për çka ki qef me pas ato? Për çka? Kjo është mundësia hatash me madhe me fillu se vapo Allah. Pa kur gjëj. Mos po kam mundsi veç Allahu e din. Me buva kia me pas, ato që shtu e kisha bërë. Ama kjo kërkon një farë lloj burrnie se nëse Allah të sprovan ta jap, tani majën më mirë dëshirën. Është shumë e keq që pastaj tradhia. Andaj Allahu xhallahu tash na ka mundsuar një dirë të madhe të përfitimit atë. Prandaj pasunia e vlad gjitha këto në esencë nuk janë njësi matëse për dashurinë e Allahut ndaj dikujt, edhe për urrëtin e Allahut ndaj dikujt. S'janë këto. Mirë, po nëse njeriu të gjitha këto i përdor në rrugt të Allahut, kjo është se Allahu po don. Gjasë ja ka mundsuar që krejt çka e ka jap me e shëzuar në rrugën e Allahut xhela xhelaluhu. Edhe krahasoj vëllazë kur bie fjala për këtë çeceka, marrë mend këtë rregull mirë. Le të jenë dëshirat tona, ambiciet tona shumë më tepër se sa mundësitë tona ato. Sa mundësitë tona. Sa për shembull edhe psikologët e njohur sot që mirën me shërimin e stresit ose traumave ndryshmave. Ose flasin për njerëz që kanë shkallë të lartë të kreativitetit ato. Janë shumë domon njerëz kreativ, njerëz produktiv një në vet. Nuk e lidhin me mundësitë që i kanë, apo po e lidhin me imagjinatën që e kanë ato. Sa më imagjinar njëri që di me imagjinu më shumë, apo më shumë presin për tij ato. Andaj edhe fëmijët, e ke pa fëmia ka imagjinata. Ganer prind nuk di me menaxhu me imagjinatën e mirë. Ku do të porran, nuk ka punë rran e ti. Ai komo si kanë trillon diçka që nuk ka qenë. Po nuk është kjo gënjeshtër që ai porran.
por është imagjinat që jeton ka të dhe bëhet pjesë e realitetit, kujton që kështu ka ndodhur. Në kjo është shaj e inteligjencës, nuk është shaja në vesit kënë që e kaptën. Pa imagjinata, që kjo është? Imagjina. Jo në kuptim të paqenës atë. Po unë po imagjinoj. Se Allah azhën në herë, ma mundëson që to, unë e kom planin e detajzuar çka kisha bëu. Kjo të kushton që kjo kur gjë. Libri i dëshirave. Libri i kërkesave të Muhamedit sa thonë që kanë të i kalu në masë të madhe mundësi që i ka pas atë. Pra nuk duhet që mundësitë tona të ngulfasin ambicet tona. Tjenë ambicet edhe projektet tona shumë ma vogla se mundësi që i kemi atë. Kena shumë mundësi, nëse kur shes sa realizohet për asaj mundësive, është shumë e vogla atë. Këtë pjesë e mbetur, apo e pa menaxhuar në projekte shariatike, është përgjegjësi për Allah xhelalu ala. Krejt çka të merr, edhe për dijes, edhe për shnetës, edhe për parave këta. Andaj mundon që krejt çka e ki, më ia gjet në kanal të caktuar atë. Fetar që udhhiqet nga besimi dhe nga puna e mirë. Që ne tek Allah xhelalu shpërblesh. Për ndryshe, krejt çka nuk është e menaxhuar kështu, është vetëm ngarkesë. Përgjegjësi për Allah xhelalu ala, shpesh herë kimë dëshuar më mirë me sa papasa që e kum pasur. Çka do qofte? Edhe dije, edhe shëndet, edhe fëmijë, edhe pasuni keq ka kaptë. Në qoftë se tash nuk është e kanalizuar në kanalet e drejta të shariatit, e udhëhequr me iman edhe me punë të mira. Ndërsa në çdo diçka mungon dhe Allahu xhallahu ala e kalon imanin, atëherë krejt tjerat nuk kanë më rëndësi atë. Kështu i ka duku edhe pejgamberi ashabët e tij atë. A ka ndonë për lufta që gratë me dalë në hyrje të qytetit Medinës apo edhe me i prit djemtë e vetë, me i prit burrat e vetë, me i prit baballarët e vetë, familjarët, me i prit më ka lufta. A ka ndodhur që gratë caktuar me marr lajme jo përgëzuese për familjen e vet apo. Sigurisht se ka marrë e gruaja, si i ka vdekë edhe baba, i ka vdekë edhe burri, i ka vdekë vllaznia, këti ka vdekë lufta. Këti ka vdekë fisebila. Ka thënë o Rasulullah, e pejgamberi ka qenë gjallë. Alhamdulillah. Ai mos des. Këta kompenzojnë këta apo. Ama çfarë bëjmë na pa ato? Pra i shikoj, krejt që ka pas, apo, e ka hup, mirë po, ka gjithë ngushëllim, përdesë sa burimi i vahit të gjallë, apo. Prandaj edhe na, në qoftë se mungon kjo, mungon diçka nga pasuria, mungon diçka nga tregtia, mungon diçka nga shëndeti, nga çka që mungon, kompenzoje me ekzistimin e imanit të punës mirë. A është namazi? Alhamdulillah. A është dhikri? Alhamdulillah. A është Kurani? Mirë është. Kontrolloj këtu rrezik, se këtu nalen. Apo ti e din që është nalë risku i Kuranit apo? Ka lezën më shumë, ka lezën më pak, kjo risk është. Ta nalë ka Allah azza xal. Kështu në çështë sta kanal që ta me cilën fiton xhenetin, tjetër më ka lëvë. Tjetër më lehtë, më të përballueshme. Çdo mungesë në këtë rrafsh është e riparueshëm, është e kompenzueshëm. Ka alternativë. Mirë po ka namaz alternativ, dhikra ka alternativ, Kurani ka, s'ka optë. Për arsye besimtari, kështu e kupton. Nuk ka mentalitet dhe kulturë të mushrikëve, të cilët thash e lidhin këtë çështje me aspektin jashtë, me furnizimin, me xhepat e tyre dhe me kuletet e tyre. Jo, ai e lidh me shfrytëzimin e kësaj në rrugën e Allahut azza wajalla. Sikur se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith në njohur që kemi të njohur se Allahu xhallahu ala nuk shikon në fizionomitë e juaja. Nuk shikon, mirë po ku shikon në zemrën tonë. Çfarë Allahu shikon? Allahu te barë të komunikon vetëm me zemrën. Tjerë zëminia apo. Tjerë në argat. Që zemra komunikon drejt me Allahun xhallahu ala, dhe është e pastër, që ajo është ajo që duhet më udhëzon njeriu. Gjithashtu Allahu azza wa jall përmend në shumë vende në Kur'an do të thotë për këtë devijim që e ka psu dhe e pson vazhdimisht njerëzimin përgjithësi, të cilët nuk janë të ndriçuar me dritën e shariatit. Allahu xhallahu ala thot në surën Al-Fajr ayati 15-16 fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sa njeriu çabën kur Allah ibtala esprovana nuk e din si është forma e sprovës akrama andaran wa na'ama e begatan andaran e begatan ai thot rabbi akraman ndaraj zoti më. Wa ma idha mabtala se nani kur esperon Allah xhallahu ala fa qadara alayhi rizqa qadara thash portosh me ngushtu janë ngushton pa kresat ata rabbi e hanen poshtë në zoti apo kella
Shikoj kjo goditje fuqishme. Kella s'ka lidhje kjo me këtë punë apo. S'ka lidhje kjo me kënë ka ndërua Allah xhallahu ala me kënë ka përshtuar. E me çka lidhje? Bella tukrimun al-yatim. Shikoj çish ka dhënë përgjigje, a do me ditë kënë Allah e ka ndëruar, kënë Allah e ka nënçmu? Këshire kush po ndihmon yetimin? Kush po ndihmon fukaran? Kush po ndihmon kët? Çeta, kujt e ka qenë Allahu rrugt e ndihmës ndaj dikujt që Allah e ka ndëruar. Ati që kam shel udhën ndihmës, e solidaritetit, e punës mirë, e ka qenë udhë rrezikut, ka është ndërim. Këtë Allah xhallahu në sura e ka përmend se Allahu dëshon që t'u ashton begatit për t'u ashtu dënimin e mulkit jam ata. Në këtë dënim nuk ekzistohet njëri kësaj pune kështu. Nëse krahas begative, furnizim material, nuk çelen rrugët e punëve të mira, vallahi nuk është për më u këtij furnizimi ato. Ama nëse sa ashtu të rrezikut, çelen udhë të harit, çelen projekte, çelen punë për më bëu mirë, mundësia me ndihmu jetimet e fukarasa, projekte islame gëzohu. Se Allahu xhallahu ala po ta çon këtë rrezik për me fitu ma te për punë të mira. Allah kjo është rregull i artë, shumë i rëndësishëm që duhet me kuptuar jetën tonë të përditshme. Andaj Allah xhallahu xhelalu përmend se kjo botë nuk ka vlerë, vallahi. Këtë më dhon dikujt. Që në bazë saj më u vlerësu kush është i mirë e kush i keq. Nëse këtë botë Allah më jap dikujt. Kur fare tek Allah xhallahu nuk ka. Çfarë të mëne kur një pjesë shumë vogël se dikush e merr dhe mendon se me të Allah e ka ndëruar. A ka thonë pejgamberi se kjo dunja nuk, do me thonë, ka vlerë tek Allahu xhallahu ala, sa gjenaha ba'uda, sa një krah i mizës, çka s'ka vlerë. Ka vetë një krah mizë me pas vlerë tek Allahu xhallahu ala, bajegi do njerë ishin me të për udhë të dek e ishte edhe unë, japëton. S'meritojnë me marë buka, kur isha të pije të hongër, s'ka vlerë kjo, s'ka vlerë. Nuk ja, për krejt çka konta, lejmë për një pjesë sa, dhe nuk duhet është besimtari me e mat dhe me e ndi, ose me e regullu disponimin e ti në raport me Allah në Gjallahu Ala, me furnizimin material që i vija. Po zërë me që u këtë me punë të mira, që të ka mundësu me falë namaz, me përjetu namaz, me përull namaz, me përmanë Allah në Gjallahu Ala, me Koran, që së e gëzoj. Tjera që ka do që të vinë shumë, ose vinë pak, dhije se kjo është me urësin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këta që duhet me ditë në këtë rafsh për anë Allah Ar-Razzaq është se me gjitha të që Allah është Razzaq, furnizon këndon, furnizon që është dënë, aja është burimi i riskut, apo këtë i përmenëm, me gjitha të Allah Gjallahu Ala, edhe në këtë dretim e ka vendosur një rregullore, një ligj. Në Kur'an në zënëruar, Allah Gjallahu Ala ka përmen me, jo me 10, po me qindra ligje, apo që në bazë të tyre funksionon kosmosi dhe jeta e njerëzve. Dhe gjitha këto Allah në i ka përmen neve për ta kuptu drejt jetën që në rrethon dhe për të kuptu drejt rrugën që duhet me ndjek për me marrë diçka prej Zotit. E ceka në fillim se njeri me ngu ata, nuk ishë ngi krejt dunjan mjallon. Edhe pse nuk din që e duhet, po hala kish me kërkuapën. Sigur se ka thonë pejgamberin, birit Ademit, apo një lugin me amush me are, ka më statë dikush, valla, pejgamberi për njerëzit, Ibn Adem, në tonin e benu Adem, biri Ademit, një lugin me amush are, kish me thonë edhe që të me papas, e tajnë të me. Po që një ketë are e ki, që ta së në harqit, ata edhe që të me pas, atë kore ka ata, edhe një me pas. Apo, edhe nuk e mush gojnë e birë dhe mi illet të rabë, dheju. Apo, e që të ngijet, me dhej. Lakmija modha. A dhe Allah Gjallahu Ala në ka kaldu se risku, apo, është i caktun për Allah Gjallahu Ala. Mi përnonën tjetër, e din Allah Gjallahu Ala se na lakmuna me eshtu. Apo, nuk e ka përjashtu mundësin e shtimit të riskut. Po qëfar kuptimi? Shtimi i riskut nga në nuk do me thonë vetëm shtimi i sasis. Apo, po nuk kupton shtimi i kvalitetit, shtimi i llojit, i bereqetit të këtij risku. Pra ka përmend Allah Gjallahu Ala një varg apo të ligjeve të cilat nëse respektohen mund të shtohet risku. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një nga rregullat e artë që vlen këtë drejtim është takvallah. Dëshmëria ose ajo që është takwa me kuptimin e plotë të saj në shariat. Allahu Gjallahu Ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
ai i cili yattaqilla, ja ka frikën e Allahut, ruhet prej dënimit të Allahut azhjal, Allahu i bën rrugdalje, edhe e furnizon për nga se mërmenja. Prandaj, sa njerëz, thash, edhe neve në ndodhë, që ndoshta nga njerë me pas në sasi, por jo në kvalitet. S'ka bereqet, hu bereqeti. I asaj që Allah na ka furnizu. Qofti kohës, qofti shëndetit, qofti pasunis, qofti fëmijëve, çka do qoftë. Ai që i don që me e gëzu çfarë do lloj rreziku që Allah e ka dhënë dhe me e ndi, me përjetu kvalitetin e saj, çysh duhet dhe me ashtu këtë kvalitet, ligji i Kuranit është se devotshmëria është rruga e kësaj. Pa ndonjë njerëz mendojnë që sot rrin dugoj fiton. Si të mshil dugoj, shkon me fal namazin e atash edhe dije se dhe falja e namazit është sebeb më këtë rreziku. Mos kujto që kur je tu fal apo zvin parat, po edhe me derz vin parat, edhe me punë vin parat, me gjithë çka vin, apo që njeriu ka frikën Allah xhala xhelalu. Njeriu ka frikën Allah te bareke ve taala. Se ka njerëz që kanë përruq edhe me derz, apo mundin me ardh, se nga njerëz cirkulon tek njerëzit apo ajo që dersi s'qet parë, xhamia s'qet parë, kjo s'qet parë, keq qesin parë. Çao nuk të Allah të keq qet parë. Po vallahi në xhami, jo që të pagun që falesh ti, jo. Po kush falet, çat kohë që e kalon njëri duke fal namazin, për Allahun xhelalu ala, mos të mendon se të kishkon dugoj edhe pak më fitu, jo vallahi. Qase për çaq që s'ke fituar, ndoshta në parë, në euro, 10 euro, 15 se ke fituar 20, për shumë fish më tepër e asaj që ke fituar ashtu bereqeti i saj do bie sa. A këtë s'ke mujt me fitu të ne dugoj aftën, po të shku në xhami. Njerëz nuk do me kuptu kaq ngusht këtë çështje apo që të kishin me kalkulu, me panaj tu, me pashku këtu, jo, kështu nuk mund të kjo punë. Nga se nuk është tash rreziku vetëm sasia, por rreziku është edhe mundësia e shfrytëzimit, rreziku është edhe bereqeti. Këtë është rrezik. Andaj ligji i Allahut është se rreziku shtohet, po jo të mashtruhet të vjedh. Por rreziku shtohet duke pas frikën e Allahut azhjal. E shikoj këtë subhanallahu që thotë: "Yaj'al lahu makhrajan." Kush ja ka frikën e Allahut, Allah i bën rrugdalje. Çka nuk kupton kjo rrugdalje? Ose ky njeri nuk ka dalje kurkun hiç. Këtë udhë kam shël. Se me kur ka njeri dalje këtu e këtu thosh, hajde të bëj rrugdalje, ti s'u ke bukurë, son dalje kam. Apo andaj shikoj devotshmëria është efikase në çdo situatë, madje edhe kur krejt dyrt i kim shël. S'ka dyrt shël, Allah ja xhalu makhraja. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Si pasojë të vazhmit, jerzukhu e furnizon për ka nuk jam mërmenja. A ke menu nërë për këtë ti jenë në barqë, ki nevoj me ndërë shpi, ki nevoj me bëti qka, apo, edhe e ullë me menu. Duhet me bëhë këtë punë, e menu, 1 milion projekte i ke bëhë. Allah o thëmë, që se ma ki frikën, krejtë të thëmë zbanë të abinje që s'ka shku menja të heqa. Jerzukhu min haythu la yahtasib. As menja si ka shku, ka e qonë që. Si pasojë e shkafit, e devotshmërisë dhe Allah xhela xhelalu. Çka është takvaja? Wa man yattaqillah. Gjithashtu të apëton, pej asaj që Allah xhelalu ka përmenë se shtohet rreziku është, apo wa in shakartum la azidannakum. Qëse falënderoni Allahun azza xhel ja ushtaj. Apo falërimi te Allah xhelalu. E falërimi te Allah çka nuk kupton, është temë vetë. Mi po ai që don Allah më ashtu rrezikun, me plot kuptimin e fjalës. Qoftë të zemrës, qoftë të trupit, çka do kost. Falenderoj për atë që e ki të apo ato që nuk e ki atë. E po nuk ja din shoqyrin asoj që e ki, s'ta apo ato tjetër kur. Madje në ta shtoft, ashton gazetin veç. Jo bereqetin edhe rahmetin me ta. Andaj ligj kuranor, wala in shakartum la azidannakum. Shkurt. Falenderoni, azidannakum jashtaj. Falenderoni. Wala in kafartum, çse mohani, inna azabi la shadid. Ata dënimi jam më shumë edhe më shumë. Ta që i parët e ta smuj dikan. Ta i këtë parët i harqit, edhe lët të harqiti, edhe mund të harqiti, edhe pëtë nuk shnosht. Që kjo është adhabi shedid. Ose forma tjera, këtë i kinë regull, për s'knaqër. S'ka rati, s'ka knaci, s'ka qëtësia. Ta ka marrë dikush, apo, me të kazo Allah Gjellewala se këtë së një merë të të pënua. Ti i merë po sasin, rogën e merë, 3.000 euro, 5.000 euro, mush me marë. Me pa mush marë bereqetin me rogë, a mush marë ahatin së një merë. Kanun, ligj i Allahut në shtrimin e bereqetit është
in shakartum la yazidannakum. Më falënderoni, ja ushtaj jap. Legji i Allahut në shtimin e pasurisë është kush? Lidhja mes njerëzve, farefisnore me çantia. Apo kujdesu për prind, jep Allah bereqet pasurisë tonë. Kujdesu për farefisit, hallën, dajën, migjen, vizitoj ata, ndihmoj atyne, tash në Allah bereqet tonë. Çfarë ka thënë pejgamberi sa? A doni më ju tregu çka ja ushton rrezikun, edhe ja ushton jetën, apo silatur rahim, lidhet farefisnore, lidhet me ta, vizitoj, kujdesu për ta. Thirrën telefon, çu çka kanë nevojë, çfarë do të ka mundsi, apo Allahu është pasurinë tonë. Kjo rregull kuranor që Allahu xhallahu ala e ka përmend. Dhe e kundërta ka përmend pejgamberi ka Allahu xhallahu ligj është. Ligji i Allahut është apo që ka bëj me rrezikun se Allahu subhanahu wa taala e hu bereqetin, e pakson rrezikun si pasojë e gjunave. Çdo gjuna, vallahi çdo mëkat që e bëjmë, dije se reflektimi është në furnizim. Është i lidhur me vetë. Ose e pakson në sasi, ose e pakson në kvalitet, ose në bereqet, dikun s'ka qare për rrugë. Andaj, taubaja e shton, gjunahi e pakson. Thëtë Allahu Azza wa Jalla në surën Ar-Rum në ajetin 41, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ashfaq fasad fil barri wal bahr. Ashfaq çrregullimin tokë. Çka është rregullimin tokë? Ulemat ka thonë mungesa e fryteve, mungesa e shiut, mungesa e bereqetit. Kjo është fasad. E shumë të tjera. Po çfarë arsye? Bima kasabat aydin nas. Para shkak të asaj që kanë vepruar njerëzit ato. Li yudhiqahum Allahu xhalla wala ja u pakon bereqetin, ja u pakon rrezikun për arsye li yudhiqahum ba'da alladhi amilu. Që t'ja mundson me shiju të keqen e pak të asaj që kanë vepruar. Jo krejt. Se më bëu më na dhon idhcimin e krejt gjunave tona si et amal në këtë dunja kur gjej. Ama li yudhiqahum veç pak. Apo ba'da alladhi amilu. T'ja mundson me shiju idhcin e disa veç të asaj që kanë vepruar. Jo krejt. Edhe kjo për çfarë arsye? Veç la'allahum yarji'un. Çfarë rahmeti smolla. Veç ndoshta kjo ja u qendër më duhet me kthyt tek Allahu xhallahu ala. Apo andaj kanë njerëz u çon bela, jo pakon rrezikun, bereqetin. Për me kujtuse, nuk shkon me gjinoha për Allah. Ktheu tek Allahu xhallahu ala, të vazhdon me dhënia. Prandaj ligji i Allahut është gjithashtu rreziku paksohet me gjinoha. Edhe paksimi thash nuk nënkupton domosdoshmërisht apo sasin, po nënkupton shumë gjëra tjera që shpesh herë janë më të rëndësishme ato se sa sasia e rrezikut. Andaj më e rëndësishme është mi pas 100 euro, edhe rahati, edhe qetësi, edhe bereqet se mi pas 1 milion euro, po më mungu këto të tjera apo. Apo andaj shpesh herë kvaliteti, bereqeti, lloji është më i rëndësishëm se sasia e pasurisë. Nëse do të më i shtu këto aspekte të tjera, këto da shtohen me devotshmëri e me ato që përmenda dhe paksohen me gjunave. Dhe e fundi që mund ta përmendem me këtë rast është kur jeni tek furnizimi, tek rreziku që falem, duhet me nda domosdoshmërisht duhet me di se po Allahu xhallahu ala na furnizon me të mirat e lloj-llojshme dhe ne i gëzojmë këtij furnizimi. Dhe ajo është me keq ka cekën për emrin e Allahut Ar-Razzaq. Mirë po rreziku më i madh i Allahut azhjal është xheneti i tij. Andaj Allahu xhallahu kur ka folur për rrezik e ka përmend se edhe xheneti është rrezik. Prandaj kur kërkojmë që Allah më na furnizu apo në kodër të kësaj kërkese për në furnizim të kësaj bote, mos të harrojmë në shkëmbajnë edhe për xhenet. Çfarë të sprish punë për mëna? Kanë shejtani subhanallahu njerëz ja bën në mend si vezvese. Kur don me lyp diçka, për shembull, thot me përfshitesh edhe këta, zdiem, për shembull, e çon mendën me lut Allahun për shembull, për një të mirë për vete e familjes tij apo. I shkon mendja më po lutet për vllahun ton, ta bëjë tepër. Veç për mua. Kujtoj e harçit Allahu azza më vështirë edhe këta ata. Shteni krejt sot mundesh vëlla. Mos vëçi harçitet te Allahu azza jalla apo. Andaj thot unë për lyp pas për borx, xheneti mos ana për. Po shteni elhamna që ta ka qiu borxhin me lut Allahun për borx. Po u thosë xhenet në Arabama. Pse jo? Lyp. Mos kujtoj se nëse të tash veç kërkesë ki, prit njëra. S'ka të Allah, çka të lypsh ai ti apo. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Allah do t'ju kapë keq që keni lyp, edhe çka keni lyp.
Andaj thot Allahu xhalla xhelaluhu në surën Saba në ajetin 4, Allahu xhalla xhelaluhu thot liyajzi alladhina amanu wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Që Allahu të shpërblen ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, të tillë u takon falja dhe furnizim i këndshëm dhe fisnik. E ka thënë xhenetin rizq karim, furnizim nga ana e Allahut azza jalla. Pastaj gjithashtu Allahu xhallahu në surën Al-Hajj ajeti 58, thot Allahu subhanahu wa taala walladhina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, ata të cilët janë shpërnguar në rrugën e Allahut azza jall. Shpërngulje edhe fizike, po edhe do thot shpërngulje nga gjunahe, shpërngulje nga shoqënia e keqe, janë largu prej tyre. Ata që kanë bërë shpërngulje fi sabilillah, për hir të Allahut, për kurrë tjetër. Janë largu nga vendi i keq, janë largu nga puna e keqe, janë largu nga shoqënia e keqe, janë largu nga atdheu që s'ka pas mundësi aty nga këtë largim e kanë bërë. Dhe këto janë kuptimet e xhiretit. Fi sabilillah. Për hir të Allahut azza. Apo shikoj se ka lidhur Allahu xhallahu ala, thumma qutilu aw matu. Pastaj ndodh që vriten ose vdesin. S'është më rëndësi. Ose vriten ose vdesin, leyarzuqannahumullah. Allahu gjithsesi ka me i furnizuar rizqan hasanan, një furnizim të mirë. Hasanan ka ardhur e pashquar. E mirë, çuçi i arab e mirë kur të vesh të natë kallëzoj. Apo hasanan, s'po të kallëzoj këto çështë e mirë. Ti më çur me të kallëzoj. Ti ke mirë ne ke të kufizuar, me të kallëzoj ti se merresh. Po që merresh kur desh në dunja ti. Si ti kalosh këtë dunja, apo zgjenohet kuptimi i mirës ato. Se këto është kufizuar. Sikur sa i shembull që ulemat e kanë përmendur ato që apo ka dorë me knus me mot këtë cenat ato. Ku ni vëb s'ka po kur gjëj, më mandi ka të pomën dhe ka po një knus. Apo ai i është marr pomën të pet. Këj që ka dikush ka ble valla filoni një auto ka blenë një mobil, ai thot çysh më mas e knusi më ose knusi. E ket me knusi mos, çfarë ka po njëri apo? Çfarë thonë njerëz fat që ket çka kanë mot me këtë dunjë apo? Ja Allah rizqan hasan, s'po ju ka thënë më mirë se matni me knusi më thani. Është rrezik i gjon, Allah e ka jap apo. Ata që shpërngulen për të Allahut, leyarzuqannahumullah rizqan hasanan. Ama rrezik të mirë. I mirë është mos i gale. Sa është i mirë, çish është i mirë? S'on të kallzojmë se ti se merr vesh. Pastaj Allah thot: "Wa inna Allaha lahu khairur raziqin", qase Allah është furnizuesi më i mirë. Apo krejt që të japin këtë dunjë di që ta kalloj ki më mirë apo. Inna Allaha khairur raziqin. Dhe Allah në surën At-Talaq në ajetin 11 në kuadër të kësaj që jemi duke fol, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan qad ahsana Allahu lahu rizqa." Edhe me këtë e përfundojmë. Allahu xhallahu ala thot: "Wa man yu'min billah", kush beson Allahun, "wa ya'mal salihan", edhe bën punë të mirë. Nuk pa kurzon, ya'mal salihan. Çfarë do punë të mirë bën? Ma punë kush me kon punë e mirë. Në kuptimin shariatik, sinqeritet dhe pasim. Yudkhilhu jannat. Të tillin Allahu e fut në xhenete. Tajri min tahtiha al-anhar, që nën to rrjedhin lumejn. Khalidin fiha abada. Aty mbetet për gjithmonë. Veç khalidin fiha është për gjithmonë. E ke abadan ya rab, apo për gjithmonë. Me ta ik marrën se kus kimi do mos i gal për ti. Khalidin fiha abadan. Dy fesh për gjithmonë atë. E veç njerë me thonë është balë, për gjithmonë, o këpëtum, ebeden, kur zdel për jetuit, ebeden, kur, për gjithmonë, kur zdel, dy fish i për gjithmonë shumë. Ku t'ja e pa Allahu këta, ku shë fitan këtë, dhe ta din që kënjeri, kad ahsen Allahu lehu rizqa, se Allahu kësaj radhe i ka dhonë rizq të mira, e që të në kja për, kejtë kjo të mira, që ta ku ta dhonë, që ta është këmë bëndë njerë më të madha, ata që e futë Allahu në gjennet, kad ahsen Allahu lehu rizqa, se Allahu xhallahu ala ja ka dhënë një rizq të mirë, të këndshëm, përzgjedhur, që jo gjithë kush ka pas mundësi me e shiju. Andaj, gjitha këto kuptime që përmenëm, apo, duhet me u shndërru gati si një kuptim, që funksionan me automatizëm në kohra, vendet caktuara, që neve na duhet në ato kohra dhe vende, apo, ta adhurojmë Allahu xhallahu ala me emrin e tij Er-Razzaq. E shumë fundimet të tjera të shumta që ne nuk mund t'i kuptojmë, nuk mund t'i numërojmë, por që vijnë nga Allahu xhallahu ala.
Andaj dhe ndëruar, këto ishin disa prej kuptimeve të emrit të Allahut Ar-Razzaq dhe disa prej ndikimeve që duhet ne t'i përjetojmë dhe t'i ndijmë në veten tonë në raport me emrin e Allahu xhallahu ala Ar-Razzaq. Me kaq edhe po i dhojmë fund, elusi Allahu xhallahu ala që na furnizon rizqan hasanan, rizq mirë në dunja e në ahiret. Allahu na lësot na furnizon me ushqim mirë, me pije të këndshme, para kësaj me iman dhe me vepra të mira. E që gjitha këto të jenë në shërbim të atij rizku të madh që na pret në xhenet. Allahu na lësot që askën për neve mos me privu për xhenetin. Dhe më na jap Allahu rizq të mirë në xhenet, po mbi gjitha rizq më na bë me shikuar fytyrën e Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit. Allahu e shpëlbon me kaq po japon fund sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.